avokati, për pjesën tonë si prindër ne jemi, besoj se kodi për të mitur përgjithmohet. Besoj që kanë nxjerrë një rrezë drite për Martinin dhe për Luizin. Gjithsesi dhimbja jonë është e pakrahasueshme. Nuk krahasohet sikur edhe burgim përjetshëm që ishte është e pakrahasueshme. Gjithsesi unë kam bërë një deklaratë për shtyp, ja u kam shpërnda miqve këtu që mund ta transportoni dhe ta. Po ngjarjen e Martinit e di gjithkush sepse ka qenë mes Tiranës. Po ta shohësh me detaje, domethënë ngjarja është e ditshme. Mes Tiranës dihen. Po unë kam thënë edhe një herë tjetër, nëse në doni me zbulu diçka, po tulesh me një kafene dhe përballë shkollës Fanoli, sikur pyesish diçka një njeri ta tregoj komplet ngjarjen, pavarësisht se ne heshtim dhe heshtja shpeshherë vret. Tenca dhe ajo që shkolla s'ka kërkuar as pendes, as diçka, nuk kemi atë shembullin sepse mediat ndërkombëtare nuk e di sa të informuar jeni nga mediat gjermane, italiane që i kanë bërë jehon Martinit, ne i kemi gjithë në telefon dhe i kanë bërë jehon të madhe. Biles edhe një titull në gazetën italiane thoshte kampioni që ishte në fushë dhe kampioni që në qiell. Tani nuk e di çfarë them unë se çfarë shkolla këtu dhe shoqëria këtu janë i çik këtu është gabim. Sepse thotë 200 metra, nuk ka qenë 200 metra se sherri ka ndodhur çish premten. Atëherë kur folim për sherrin çish premten, kur folim për çështjen çish premten dhe ne me një SMS mund të shpëtoshim jetë, atëherë si si tregohet drejtësia, si mund ta them unë ato që shkolla ne s'na ka njoftuar. Është diçka që s'na ka njoftuar shkolla, atëherë çfarë them unë? Domethënë me një SMS të shpëtoshim jetë. Një institucion që nuk tregon pas asnjë pendes as diçka, nuk mund të fol për ato, ti mund të pyeti vetë autorin, prindit e autorit dhe tjetër. Nuk fal, unë flas për familjen time dhe si baba dhe si një prind që ka humb djalin 14 vjeçar që kishte ëndra të mëdha, për këto flasun. Dhe për dhimbjen e madhe që ka bashkëshortja ime dhe gjithë fisi im dhe familjet tona që ka. Për këtë mund të flas. Faleminderit juve.